Në Big Brother Kosova, shpesh janë detajet më të vogla që krijojnë debate të mëdha, dhe episodi me mbathjet e kuqe ishte një shembull perfekt. Situata u zhvillua gjatë një debati në Prime, ku Alba dha mendimin e saj për incidentin e fundit. Alba deklaroi hapur se është e mendimit që mbathjet e kuqe janë të Benitës, por shtoi se ato nuk janë futur thjesht si shaka, por me qëllim për të provokuar dhe për të ndezur një konflikt me Elionën. Kjo deklaratë nxiti tension në shtëpi, sepse jo vetëm që lidhej me një veprim të vogël, por gjithashtu tregonte manipulim dhe strategji për të krijuar përplasje mes banorëve. Situata u bë edhe më e ndërlikuar sepse çdo gjest i vogël në Big Brother Kosova mund të interpretohet në shumë mënyra. Mbathjet e kuqe nuk ishin vetëm një objekt i zakonshëm, ato u kthyen në simbol të intrigës dhe të lojës psikologjike. Për publikun, kjo ishte një shembull se si lojtarët përdorin detaje të vogla për të testuar durimin dhe reagimet e tjetrit. Debati në Prime zgjeroi perceptimin e banorëve. Disa e pan veprimin si provokim të qëllimshëm, ndërsa të tjerët menduan se mund të ishte një gabim ose një shaka që u keq interpretuar. Por deklarata e Albës e bëri të qartë që ky nuk ishte vetëm një incident i rastësishëm, ekzistonte një element manipulimi, një strategji për të ndezur tension dhe për të kontrolluar dinamikat mes grupit. Ky episod tregoi një herë tjetër se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe lojë psikologjike. Çdo gjest, çdo objekt i zhvendosur, çdo fjalë e thënë në privatësi mund të kthehet në debat dhe të ndikojë në marrëdhëniet mes banorëve. Alba, duke shprehur mendimin e saj hapur, tregoi se si lojtarët shpesh përdorin gjeste të vogla për të testuar dhe provokuar të tjerët. Në fund, mbathjet e kuqe nuk ishin thjesht një objekt i zakonshëm. Ato u shndërruan në simbol të një konflikti më të gjerë dhe një shembull të qartë se çdo veprim në Big Brother Kosova ka peshë dhe mund të ndikojë në dinamikën e shtëpisë.